Përshëndetje të gjithëve, sot kena më bëj video të çuditshme. Siç e keni pa nga titulli ka lidhje me PlayStation. Do thoni ju, mas gjithë këtyre viteve më në fund Sony vendosi me blej PlayStation 5. Jo, nuk është ajo. PlayStation 5 sa mu të mduhet vetëm kur dal GTA 6 që i bie mas një viti, akoma nuk është se më hyn punë. Se unë lëra luajn kompjuter. Ama ky është problemi. Unë rri shumë ul karrike në kompjuter. Kështu që desha më dhënë një arsye vetes për mu largu paga setupi nga kompjuteri, që më ardh me net pak me të shtëpisë tu te dhoma tjetër. Ka filluar të njoh njerëz mirë që kanë për zotin. Kështu që bleva televizor 4K mini QLED 144 Hz, edhe televizorin e mora gaming. Kështu që tash mu desh diçka që me lujtën ta. PlayStation 5 nuk ja vlen. Një lojë PlayStation 5 bën 80 euro valla. Kështu që është më shumë harxhim lekësh se sa gjë për çef. Kështu që gjëja logjike është për shku me PlayStation 4. Dhe atë bona, shkova mora PlayStation 4. Se di pse po dalë për shi për një butallik tillë seriozisht. Po tash i bëjmë si butallik. Po ta çull rasti pell. Disa një të më gjukë për nejse. Sa për mora, të një njësë me përshmi. Nga përshi si budal. Se s'pata tru i herë më për e dhevë. Ka bëna atë video që pa të shpari, ja ka flas si breshër, ka po të për shumë. Ka fillu i shi i falë të këtë ditë shne. Po që i bëna vete, shumë ne budale ty. Okej, sa për ardha në shtëpi bëna një dush tjerë si isha bën le mos e pyet, si puli lagme. Por që do thoni hajde son se mor PlayStation një nga vlet tash. Tu mund shimin të capamit të pastru. Tani që hapa hy në një pastrimi. Por që më ka dali problem. Ai personi që e pati më sa duket ja pas sa bë update-in e fundit PlayStation-it, a kjo do të thotë që nuk bëhet jailbreak. Gjë që më dhin gjitha planet mu. Por ju që nuk e dini ç'është jailbreak, jailbreak më jep mundësinë që të shkarkoj çado loje do un falas. Pa asnjë lek, nuk harxoj asnjë cent. Më teket mu me pas GTA-n, e shkarkoj e luj. Më teket me luj Spider-Manin, e shkarkoj e luj. Ka që thjesht, asnjë lloj komplikimi, jo do të me ble lojan, jo abonime PlayStation Plusi, asnjë gjë, vetëm shkarkoj luje, kaq. Problemi është se unë mora PlayStation pa bërë kërkime i herë. Edhe kuptova që nëse PlayStation 4 si është bë update i fundit, nuk mund ta bësh jailbreak. Kështu që më hiku edhe koha edhe lekët kot. Do thonë ju për çfarë po e bë këtë video prason. Nuk e kam lënë me kaq, jo. Ka shumë më shumë, ngjani. Vetëm sa vjen e bëhet më keq. Edhe unë si zgjut që jam, mendova me që PlayStation 4 s'bën, po shkoj të marr tresh pra. Kështu që dik ndër PlayStation 4 me treshin. E di që këto momente shumë për ju që të më thonë ti budall, s'ka mundësi, që është ky idiot kështu. Por që PlayStation 4 nuk më hyn punë vëlla. Për lojët e fundit të gaming seriozisht kam kompjuterin. Kështu që sapo fola me dikop për mik me marr treshin edhe shkojmë. E di që në këto momente jeni të thonë, o, kjo arrot. Ama arsye pse bona ndrimër se me PlayStation 3 ka lojra që më pëlqejnë mu goxha, si Bluri për shembull që nuk është PlayStation 4, edhe PlayStation 3 është shumë i lehtë për të bërë jailbreak. Shifeni vet. Okej, neza me përvu. Tipi se pas sa bërë reset pas e lën akauntin e vet ta. Ama diçka që më bëni përshtypje, pse ka më shumë lag PlayStation 4 se 3-shi edhe. 3-shi as një pik lag o shok. Gjëja e parë që më bë jailbreak është që me sharku multiman. Gjitha versionet i suportohen ka kjo, edhe do sharkojmë këtë base. Për këtë punë na duhet kjo USB-ja, e zgjedhim USB-n, ta bëjmë format një herë këtë se nuk na duhen gjonat e këtij. Edhe marrim formati, do sharku edhe kjo gjoja, përse mos ta me virus na fshihet kanali. Edhe kjo webman na duhet, edhe gati besoj. Tani vendosim USB-n PlayStation. PlayStation po e njeh USB-n, është çdo gjë në rregull deri tash. Tani shkojmë te sistem update, update via storage media. Edhe ja ku e gjeti update-in, shkojmë me OK, edhe presim të mbarojë kjo, u marrë shpejt lej. Me sa duket pas ka etapa të tjera që duhen bërë nga PlayStation-i. Ue, s'jam të bëhu unë re. Sa jam ka bëj re. Opa. E hongra. Besoj se do instalu gjonat e fundit edhe bëhet gati. Rregull. Edhe ja ku janë të dyja këtu. Okej, vendosa shkarkoj lojrat, kështu që ja nisa me këta pesën. Edhe me Call of Duty Black Ops 2-shin. Mrapa besoj të shkarkoj Night Tycoon, edhe PES 2013-ën, se është lojë legjendare. Për momenti po shkarkoj GTA-ja, kur të mbarojnë, ja u tregoj. Okej, edhe të heni PlayStation 3-shit hymë. Tu mund shihni që kena Blurin, edhe GTA 5-ën, Call of Duty Black Ops 2-shin e preferumja ime, Tekken 6-ën, edhe Catch, SmackDown, Raw 2011-ën.
Kam shakuar 2011 se këtë kam qef, se mund shakosh deri në 2017. Problemi në PlayStation 3 është se loja nuk jap dot as 1080p, por 720p 60 Hz. Që të themi drejtën për standard të 2025 është shumë varilesht, po bluri është blur, pa rëndësi. E do thonë një fundi lumtur, PlayStation 3-shin e ke, e hakove, lojrat i ke. Po ku bira hat unë vlla. Pas 2 ditësh nxjerr njëri në Facebook Marketplace që pushet PlayStation 4 Pro me version të vjetër, të cili mund ta bëj jailbreak. Ore nuk i keni idenë, aq shpejt kam shku me mor, sa as vetë se kuptova se arrita të shtëpia burrit huaj. Dhe si përfundim ja ku është, shkruaj t'ja tregoj njerë çfarë loja shkan ta. Siç mund ta shihni, PlayStation për momentin nuk është jailbreak, po të lidhur me internet. Shkojmë me hakimin. Opa, e hungry. Ja ku nxjerrë këtu done. Tani mund ta heqim. Siç mund ta shihni tash në vend PlayStation Plus e del kjo Gold Hand, e cila ka menu me 100 gjona. Ja lojrat që kam shakume, A Way Out, FC26, Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Jump Force, Taken 7, Cyberpunk, GTA, Dragon Ball Kakarot, Call of Duty Black Ops 3. Unë me shaku edhe më të ri, po 3-shin pëlqej më shumë. Edhe Witcher 3-shin ka. Këto ishin vetëm të lojrat që desha dhe që më hyshin punë. Ja si shembull shumë hapim Red Dead Redemption 2-shin. Vetëm shifemi. Është një super lojë, pse unë në kanalin tim kursa kam luajt. Po në privat për qefin tim e kam nisi lojë. It's Real Madrid versus Barcelona. Real Barcelona, This is brilliant pitch. FIFA 26, tot 26. People tuning in from around the world. I genuinely cannot wait for this. Let's hope that it's... Well, the ball is rolling in the Welcome, final Stephen. of Europe's Premier Club competition. Here's something for drama, goals, and maybe a touch of magic. Për një natë me shok, tu lut FIFA të knaqe shok. Ti është tupina i gjatë ftohtë, tu lut FIFA me shok tu. Po. Të thonë ju tash i fundi lumtur, PlayStation 4 e more si që patë planin origjinal, ama e kam akoma edhe 3-shin. Me 3-shin jailbreak e me 4-ën jailbreak, të dy i kam. Kur të më teket me lyp blur, hap të, kur të më teket me lyp delay tjetër, hap të. Por që nuk është se ka kuptim fare qa kam bo, mora 4, ndrova me 3. Hakova 3-shin, shkova mora 4-ën. Hakova 4-ën, majta 3-shin. Po, nejse. Faleminderit që keni pa këtë video çuditshme deri në fund. Nëse ju ka pëlqyer mos harroni të bëni like dhe subscribe edhe bashkë në videon e radhës. Bye bye.